Linda si i madh Naim Frashëri, poemën më të bukur e ka bërë për fshatin. Pse nuk e bëri për Sarandën? Ai punonte ish drejtor dogane në Sarandë. Po ka të tjera. Pse se bëri për Përmetin, pse se bëri për Tiranën? Po nuk është më i madh Naim Frashërit, lutem. I lindje Sparta shumë. Tek lindja tani ka të tjerë. Nuk i din, s'ka lidhje me rilinjen tani. E shiko se s'kan qa përgjigjet këthejnë edhe... Jo, përgjigjet janë... Lasgushi për shumë nuk ishte në fshati. Atë desha të përmendja dhe unë. Ne kemi një shkrimtar të jashtëzakonshëm, që është Lasgush Porati. Ne kemi Migjenin. Që përveç e le Migjenin, do thuashti që vajti në fshat të punonte, po vajti që të çonte frymën e pozitive në fshat. Qytetit. Po. Edhe atje pat të goditjen më të madhe për jetën. Ne kemi një poet kaq elegant sa që është Lasgush Porati, që të duket është ky përkthimi, unë jo më kote solla këtë shembull. Kamadeva. Kur e shikon, kur e lexon Lasgushin ti ndjen qytetarin që ecën ashtu elegante, me ato manierat e veta shumë qytetare, ndërsa i tjetri mori shkopin, xhamit me shkop.